Ky është mëngjesi që hahet nga pacientët e Spitalit Lushnjë. Dhe nga auditimi që keni bërë ju, ministria juaj, në punë nuk është kuzhinjere, po është infermiere. E keni këtu. E keni lënë ju me shkrim. Në kuzhinë, thot, punon infermierja si kuzhinjere. Që do bëhe, do presi Facebook, da mushin kos, edhe burrat ha njerëzit, si të marrin vitamina. Një kjo ndorë. E keni 3 zonjat grupit auditimit, është ky Jorgji Qeranmixhi, Zogulla Koto, Sonila Reshka. Thonë prej disa vitesh. U verifikuan ambientet e Spitalit Lushnjë, nga kur rezultoi se lavanderia, magazina qendrore dhe kuzhina ishin në kushte të këqija, muret me lagështi, me myk dhe të pa mirëmbajtura, kushtet e ruajtjes së mallrave në magazin, kushtet e gatimit dhe kushtet e lavanderisë ishin të papërshtatshme, duke rritur riskun e shkaktimit të infeksioneve dhe dëmtimeve të shëndetit të punojësve dhe të pacientëve. Tani, to e fillova me atët ju e jonu, që keni lënë me pjesën e juaj, tani po të them, po ju deklaroj timen. Së pari, pse keni zhvendosur godinën e Spitalit Lushnjë, pse keni vendosur dhe latë prej 8 muajsh në një godinë në një qenef hane, ku është dhe sot, kur edhe nuk zbardhët lejen e ndërtimit prej 8 muajsh. Kush e mban këtë përgjegjësi që të gjithë pacientët e Spitalit Lushnjë të rrinë në qenef hane? Kush? E dyta, si jeni me gjeografinë? Kaq të vështirë keni që të kuptoni që ekzistojnë dhe qytete të tjera përveç Tiranës? Lushnja për shembull. Po pse nuk vini mbas kaq një deputet bërtet, gërthet, kërkon, pse nuk vini bashkë me mua dorë për dorë të vizitojmë ambientet e Spitalit Lushnjë? Pyetje drejt për drejt nga pacientët dhe nga qytetarët e Lushnjës. Qa punë bën Ministri i Shëndetësisë? Rrin në aeroplan apo do të shikojë dhe spitalet që kanë në varësinë e saj? Se në avion maksimumi mund kontrollosh ndihmën e shpejt. Ka kuti, s'ka kuti, maroj e sapi. Se prap nga ky raporti që thoni ju janë mbi 100 milion lek ilaçet s'ka duara. Në magazinën, e keni kap ju, jo unë. E dyta, po mirë të kjo godina që po bëni që është më e re në kohë, shqyqy që po e bëni se ka prej 3 vitesh, para se të vjeti kjo normalisht. Po si ka mundësi që para 3 vitesh këtu u dhanë 300 milion lek për urgjencën e re, ndërto 75 milion i dha Raiffeisen Bank. Pse u prishën këto? Ku iku ky investim? Kush ma përgjegjësi që në kryet 4 viteve, këto u zhveshën prapë muret nga e para? Sepse për progjerimin dhe për gjithë përburimet njerëzore ke këtu ti prapë, ata e kanë në rësirë, thonë. Ja ke lënë veti atyre drejtorit.